Të dashur qytetar, të nderuar gazetar, mirë se po takohemi për fillimin e punimeve në rindërtimin e një rruge teje të rëndësishme të një projekti infrastrukturor jetik për banorët e kësaj zone dhe jo vetëm. Ju e dini që jenë bërë shumë përpjekje për të na ndaluar mandatin që populli na dha në masën më të madhe në Kosovën e pas luftës, por ne nuk i ndalim punët e reja, të mira e gjithsesi të dobishme për qytetarët e Republikës. Me rindërtimin e rrugës Kijev-Malishev, si qeveri e Republikës Kosovës, po e bëjmë një investim tejet të rëndësishëm për banorët e Malishevës dhe të mbar zonës Lapushës e Mëgjerë. Kjo rrugë në tërësi ka gjatësi mbi 11 kilometra dhe është lidhje kyçe për Malishevën dhe 5 fshatra për gjatë kësaj rrugës, me që rast projekti përfshin rindërtimin e tërësishëm nga baza e deri te asfaltimi final. Edhe para luftës, edhe pas luftës, ka pasur vetëm harnime të kësaj rrugës, vetëm mirëmbajtje deri në prishjen e radhës, deri në dëmtimin e ardhshëm, por tash ne po e bëjmë rindërtimin e tërësishëm të kësaj rruge fort të vlefshme. Punimet që nisin përfshin një segment prej 8.5 kilometra, ndërkaq për pjesën e mbetur do të procedohet me aktivitetin e prokurimit së shpejti. Unë po i përmendi jo vetëm këto 5 fshatra, po 18 fshatra gjithsej të rrugës Kijev-Malishev që në baza ditore e përdorin këtë rrugë. Mirusha, Gurbardhi, Lumishta, Turjaka, Panorci, Rudi, Damaneku, Qupeva, Bubli, pastaj Lapqeva, Drenoc, Bubavec, Kijev, Balinc, Vërmic, Mleqan, Ploqic dhe Golubovc. Por gjithashtu edhe lidh Malishevën me rrugën nacionale që çon për Pej. Kjo rrugë zhbllokon potencialin zhvillimor dhe e ndihmon turizmin, sepse do të përdoret edhe nga banorët këtu, por edhe nga qytetarët jo vetëm nga Kosova që shkojnë për të vizituar ujvarat e Mirushës. Ka shkaktuar vështirësi të mëdha në qarkullim deri më tani rruga e këtill, por me këtë investim ne synojmë që sa më parë ta rregullojmë. Na u tha nga operatori ekonomik që janë gjithsej 225 ditë pune deri në përmbylljen e këtij investimi, në mënyrë që qarkullimi të jetë sa më i shpejt dhe sa më i sigurt. Tash në zonat e banuara, aty ku mungon trotuari, do të ndërtohet ai, ndërkaq aty ku tashmë ekziston trotuari, do të funksionalizohet, rregullohet, e gjithashtu edhe stacionet e autobusëve, por pa harruar edhe sinjalizimin modern në mënyrë që qarkullimi të jetë sa më i sigurt për të gjitha kategoritë e shfrytëzuesve të kësaj rruge. Me kujdes do të trajtohet edhe kanalizimi i ujrave atmosferik, sepse rrugën që po e rindërtojmë nuk mund ta mirëmbajmë pa kujdes për kanalizimin e ujrave atmosferik, në mënyrë që ajo rrugë të jetë e qëndrueshme. Do të rritet qarkullimi, padyshim, por edhe siguria, do të ulen kostot e bizneseve dhe ne do të vazhdojmë me implementimin e këtij projekti dhe të tjerëve të ngjajshëm. Ju faleminderit shumë i gëzuar. Zotri Kurti, sa i përket rrugës Gjilan Vetëm një herë. Atëherë, faleminderit shumë të nderuar gazetor, të nderuar media, të dashur qytetar. Edhe një herë, siç e përmendi, siç e theksoi kryeministri, kjo rrugë me dekada është menaxhuar përmes mirëmbajtjes. Për herë të parë, me mbështetjen e kryeministrit, qeverisë Kurti,
ne kemi bë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tër rruga, pro prej 11 kilometra. Segmenti i por prej 8 kilometrave është kontrota e por, pastaj jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrë tjetër. Si që do u theksua, rruga do t'i trajtoj trotuarët, do të vë trotuarët të reja në ato hapësira ku ka nevojë, do të bë trajtimi i ujrave atmosferik, gjithashtu shumë e rëndësi edhe për menaxhimin dhe rregullimin e stacioneve të autobusëve ku qytetarët presin çdo ditë, pra do të jetë një rehabilitim i plot prej 2.4 milion eurove për qeverisë Kurti për qytetarët e Malishevës dhe gjithë qytetarët dhe fshatrat për rreth që përdorin këtë rrugë. Një lajm tjetër, tash sa diskutova me kryeministrin dhe ky e dha mbështetjen e tij që të bëhet edhe fillimi për hartimin e projektit, pra për pjesën e rrugës nga dolja autostradës deri në Bonj, edhe ajo pjesë e rrugës është shumë e dëmtuar, ne kemi bën një analizë fillestare, vizitës në terren dhe kemi vlerësuar që duhet rehabilitim edhe asoj pjese, po fillimisht do të fillojmë me hartimin e projektit. Për këtë është shumë e rëndësishme me theksu që për gjitha këto projekte ne sigurisht se interesohemi si qeveri e si ministri, po për këtë kemi posë edhe mbështetjen dhe angazhimin e madh të qendrës tonë, këtu me Bacingon, Gani Krasniqin, me deputetin e kësaj zone, zotin Valon Hoti, por edhe asambles që non-stop janë të interesuar dhe të angazhuar për një infrastrukturë sa më të mirë të kësaj zone. Kështu që faleminderit e gëzuar qytetarët e kësaj zone. Krahas këtij projekti, si qeveria e Kosovës, jemi duke financuar edhe rrugën nga fshati Llapçev deri te ujvarat e Mirushës me 700.000 euro, e që tash është në realizim, ndërkaq tenderimi është bërë nga komuna. Gjithashtu ju njoftoj që proceset tenderuese janë duke u zhvilluar edhe për rrugën Malishev-Arllat me vlerë prej 2.6 milion euro. Pra për një periudhë të shkurtër, mbi 5.6 milion euro po investohen për rrugët në Malishev. Dhe të dashur qytetarë, të nderuar gazetarë, këto nuk janë veprime parazgjedhore, por janë zbatim për mbushje e zotimeve tona të zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit të kaluar, kur e morëm besimin e madh qytetarë. Pra qeveria i vazhdon punët e mira dhe jo thjesht në një kuptim formal e juridik, por praktik e konkret është qeveri në detyrë, për herë në detyrë për qytetarët e Republikës Kosovës, të cilëve ju shërbejmë pa pushim e pa kursim. Faleminderit e gëzuar gjithëve edhe një herë.